Pasi të bëhet kiameti dhe të vdes çdo krijesë, Allahu i lartmadhëruar do të ringjallë të gjithë. I gjithfuqishmi thot në Kur'an: Allahu pa asnjë dyshim do të ringjallë ata të varrezave, të vdekurit. Kurse në një sure tjetër thot: A mendon njeriu se nuk do t'i tubojmë eshtrat e tij? Gjithsesi do t'i tubojmë, duke qenë se ne jemi të Zotët, t'ia rikrijojmë si kanë qenë edhe vijat e gishtave të tij. Kurse i dërguari Allahut alayhi salam në hadithe autentike ka thënë: Njerëzit do të mblidhen zbathur, lakoreq dhe të pa bërë sunet në ditën e ringjalljes. Dielli do t'ju afrohet atë shumë, saqë ata do të djersiten me shumicë në përputhje me veprat e tyre. Dhe secili prej jush do të flasë me Allahun pa përkthyes, dhe se gjëja e parë për të cilën njeriu do të merret në llogari në ditën e ringjalljes është namazi. Pra Allahu do të gjykojë mes njerëzve në atë ditë me drejtsinë e tij absolute, dhe secili do të marrë atë që e ka merituar në bazë të veprave të tij.